dashur miq, edhe Mikesha, në këtë takim tonin të përditshëm në ekranin e televizionit Klan, në televizionin kombëtar Klan. Është pikërisht televizioni tashmë numër 1, ju besoj e dini, qoftë në programe, në audiencë, është vërtet një televizion ku secili prej nesh që jemi pjesë e tij, ndjehemi krenar. Ndjehemi krenar që kemi mundësi të transmetojmë, të jemi në valët e këtij ekrani, të kemi mundësi të përdorim zërin ton pikërisht në këtë ekran, të mundsojmë fjalën sigurisht të publikut gjithashtu këtu, me shumë miqë të ftuar të cilët sjellin edhe ndajnë eksperiencat dhe emocionet e tyre. Është një takim i përditshëm ky yni, kështu që unë pa diskutim që ndjem shumë e privilegjuar që e kam këtë mundësi për të folur, për të komunikuar me juve, jo vetëm nëpërmjet ekranit, edhe bisedave dhe informacioneve që ne sjellim pothuajse çdo ditë në programin ton, por edhe nëpërmjet lojrave telefonike. Përpara se të nisim, unë do doja të kujtoj edhe një herë numrin e telefonit. Shumë prej jush më pyesin, më shkruajnë edhe në Facebook se si mund të komunikojmë dhe si mund të luajmë në lojën tuaj. Madje ka shumë prej jush që më dërgojnë edhe të dhënat e tyre në profilin tim të Facebookut, por ndërkohë nuk duhet ndodh kështu. Ne kemi vënë në dispozicion një numër telefoni, është pikërisht ky që shikoni në ekran në këto momente, 066 700 705. Në këtë numër juve duhet të shkruani, të dërgoni nga një SMS dhe të shkruani të gjitha të dhënat tuaja. Emrin tuaj, vendin në cilin banoni edhe moshën tuaj. Jo se bën ndonjë diferencë mosha, por na jep neve ndonjë të dhënë më tepër, edhe ndoshta verifikojmë më mirë në momentin kur ju telefonojmë edhe ju përgjigjeni në anën tjetër të telefonit. Vazhdoni të na shkruani, ndërkohë që ne pas pak do të luajmë me lojën tonë, kurse fillimisht do të nisim me shprehjen e ditës. Çfarë kemi zgjedhur për sot si shprehje? Si shprehje përshëndetëse, le të themi, në mënyrë që ta nisim bukur edhe këtë ditë. Është një shprehje që i është dedikuar burrave, gjinisë mashkullore. Në këtë rast, besoj që është shumë e bukur. Çdo grua me siguri e gjen veten në këtë shprehje. I lumtur është një burr që gjen një mik të vërtet, por akoma më i lumtur është ai që mikun e vërtet e gjen te bashkëshortja e tij. Jeni dakord? Është më e mira e mundshme nëse mikun e vërtet e gjen te bashkëshortja, po besoj që edhe çdo grua mendon të njëjtën gjë. Sigurisht që miqësia është një gjë shumë e çmuar për çdo, por edhe nëse një grua, miken e saj të vërtet, atë më të ngushtën, e gjen vërtet te bashkëshorti i vet, gjen një mik, është, besoj, kombinimi ideal dhe më i mirë i mundshëm. Mirë, unë përpara se të vazhdojmë, do doja edhe një herë numrin e telefonit që ne kemi përgatitur për sot, 066 700 705, dhe pa humbur kohë, është pra numri që ju kujtojmë në cilin juve mund të na shkruani, pa humbur kohë unë dua të zhvendosem nga ky kënd, sepse dua të pres më një herë të ftuarit e sotëm. Ata janë një qift i njohur, se cili për tyre i spikatur në fushën e vet, ai është një politikan i ri, i njohur, goxha i afirmuar, kurse ajo është një përfaqësuese e spikatur e shoqërisë civile. Janë një qift i cili kanë disa vite tashmë martuar, janë bekuar në jetën e tyre me një vajzë të mrekullueshme tashmë 3 vjeçare. Unë përpara se t'i ftoj në sken, edhe përpara se t'i ftoj në sallonin tim këtu për të ulur, për t'i intervistuar dhe për të biseduar me ta, dua të sjell fillimisht një klip të shkurtër që kemi përgatitur për këtë qift. Shohim se cili është ai. Ajo është një aktiviste shumë e spikatur e shoqërisë civile, ndërsa ai një politikan, që mundohet të bëjë më të mirën për komunitetin e tij. Edlira Çepani dhe Gerti Bogdani, dy personalitete të njohur në profesionin e tyre, formojnë gjithashtu dhe një prej çifteve më të dashura të ekranit. Historia e dashurisë e nisur në bankat e shkollës u kurorëzua në një ceremoni martesore në 17 korrik të vitit 2010. Një dasëm elegante, një maraton e vërtet, e zhvilluar në disa mjedise që zuri faqet e shtypit roz. Për ditën e tyre të veçantë, Edlira dhe Gerti menduan që festimet të nisin në Tiranë dhe pastaj të zhvilloheshin në jug të Shqipërisë, ku nusja dhe dhëndri kanë drejtuar dhe një mes detrave shqiptar. Dashuria e tyre prej 3 vitesh është bekuar dhe me një vajzë që mban emrin Ajra. Një voglushe ëmbël dhe buzëqeshur që ka zbukuruar edhe më tepër jetën e tyre dhe i ka dhënë një status të ri, sa të bukur dhe impenjativ, atët të qenit prind. Ky ishte çifti dhe unë pres me njëherë në studio Edlira Çepani dhe Gerti Bogdani. Mirë se erdhët.
Faleminderit shumë. Mirë se erdhët, është kënaqësi e veçantë që ju kam. Gert, mirë se erdhët, kënaqësi që ju kam. Ndoshta thjesht për qëndruar një faleminderit shumë pak sekonda, sepse jam e sigurt që po ju vëzhgojnë tani të gjithë edhe teleshikuesit janë shumë kurioz edhe për të parë sepse timet kuqe sot shkëlqeke. Lirë edhe të shkoka e kuqja jashtë mase. Falenderoj shumë. Ju ftoj të ulemi në sallonin ton, është një kënd shumë komod, jam e sigurt që do ndjeni shumë mirë edhe juve. Atëherë, Gerti, do të të ftoja të ulesh andej, sepse është më mirë. Jo, Lirë, aty e keni. Vëni, sepse kemi menduar çdo gjë që të shkëlqeni në gjitha detajet. Komplimente. Ju falenderoj shumë. Është sigurisht herë e parë që vini këtu, ne jemi parë në studion e kaluar, por që mu vjen mirë që ka sukses edhe e rëndësishme është që të ftuarit të ndjehen komod. Juve si po ndjeni këto momente këtu? Ne tek emisioni juaj ndjehemi gjithmonë shumë bukur, po edhe pjesa e ndryshimit ndonjëherë është pjesë e suksesit, që është shumë bukur. Dhe sukseset më teshme. Falenderoj shumë. Gerti, unë di që ti sapo ke ngritur nga një udhtim, sapo je kthyer në Shqipëri apo jo? Pjesë e detyrës është që t'u thoj shumë shpesh, për atë gjë që mbuloj në Partinë Demokratike në marrëdhënie me jashtë, që kjo bën që t'u thoj shumë, sapo kthyer, por komplimentet një ambient shumë i ngrohtë dhe shumë i bukur. Super komplimente. Faleminderit. Është gjithmonë Lira që të pret në aeroport kur vjen nga udhtimet apo jo gjithmonë? Jo gjithmonë, se Lira këto kohë është shumë e zënë, por kanë qenë shumë bukura kohët ose ato herë që ka pritur Lira dhe Ajra. Ajra është emri vajzës suaj 3 vjeçare për cilën ne kemi folur edhe më herët në program. Kështu që sot do ta rrëfeni me siguri shumë më tepër për të, sepse ajo është bërë 3 vjeç apo jo? 3 vjeç edhe 3 vjeç e gjysmë. Që nga rritur goxha. Dhe sa herë që shohim, themi se si ka mundësi që rriten kaq shpejt dhe mendojmë se janë një bekim i jashtëzakonshëm. Do me thënë, 3 vjeç e gjysmë është Ajra. Sa vite u bë të martuar ju bashkë? Ne, 6 vite, u bë 12 vite. 6 vite. Që kalon koha, ikin vite. Po, edhe ndërkohë bashkë sa keni që kur jeni njohur? Bashkë 12 vjet. Që jemi bashkë 12 vjet. Që jemi njohur 16 vjet. Më shumë. Se pas 4 vite që jeni njohur ka lindur dashuria, ose keni marrë guximin t'ia thoni njëri tjetrit? Bashkë kemi qenë student. Unë kam qenë student në Amerikë, Lira në Itali. Dhe u kthyem për të krijuar rrjetin e studentëve shqiptarë në botë. Një organizatë që grumbullon ose përpiqet të grumbullojë të gjithë studentët shqiptarë që janë në botë, dhe aty jemi lidhur. Ndërsa përpara kemi qenë ekipet përbashkëta, gjyqje imituese, debatet, turnamentet e debatit. Kemi qenë me konkurrent. Edhe konkurrent, por edhe një skuadër. Mirë, nga njëre kundërta tërheqë, kur keni qenë me siguri në dy palë debaduese të kundërta? E filluam si konkurrent. Ka qenë sharmante, besoj, me siguri. E filluam si konkurrent, edhe pasaj kuptuam që njëherë kur futëm bashkë në skuadër, e kuptuam që ishim gjithmonë fitus, kur ishim skuadër, që atëherë ndryshuam taktikën edhe u bëm një skuadër, edhe që atëherë jemi skuadër në mënyra nga më të ndryshmet, edhe më fundit është edhe skuadra jonë, familja jonë që është bërë treshe tashmë, edhe shohim që është skuadër e suksesshme. Ne shohim një foto këtu, po i bie që t'jeni shumë të rinë në atë foto. Aty po, ajo është një foto 10 vite më parë, para martese. Kjo është një foto ku jemi në fakt të 3 neve, edhe Ajra që është akoma s'ka lindur, po ajo ishte muaji 9, është Ajra që duket në fakt. Kurse këto janë foto të vjetra goxha atë kohëve. Edhe komplimente gazetare se i ka gjetur me shumë mund. Që ka dërguar për të sjellë momente interesante nga lidhja juaj. Jam shumë kurioze të di se si funksionon një lidhje mes një politikani dhe një përfaqësuese të shoqërisë civile, sepse nëse për momente të caktuara mund të jeni shumë dakord për një çështje të caktuar, ndoshta për kauza të mirëfillta mund të keni edhe mendime tërësisht të kundërta. Ka ndodhur mes jush që të keni divergjenca të kësaj natyre? Ajo që është e rëndësishme është që pavarësisht pjesës skuadrës që tha Lira që e bëjmë shumë mirë dhe na kanë funksionuar prej kohësh, dhe tradita e debatit ose konkurencës një hershme nuk është se ka ndaluar, që i vazhdon ose mund vazhdoj her pas here. Megjithatë, unë flas nga vetja ime ose nga ana ime, mua më ndihmon tmerrsisht shumë në punën time, sepse të bën që të shohësh gjërat me një këndvështrim tjetër, me një sy tjetër dhe me një sy kritik që ti në fund ditës e beson, sepse politikanët ose vështirësia politikanëve përgjithësi është të dëgjoj kritikat, sepse jo gjithmonë ka besim. Kështu që kur të vjen një kritik apo një mendim ndryshe nga një njerëz që ti e beson totalisht, atëherë kjo të bën të ndihmon dhe të bën që ta shohësh gjën në një tablo më të gjerë.
Dhe shpeshherë, për shumë, kemi qenë bashkë në nisma ndryshme, unë do të thoja këtu, ose në nisma që ka pasur Eldira ka pasur dhe mbështetjen time, do të kujtoja këtu ligjin që bënte fjalë për përfaqësimin e grave në këshillat bashkiake. Para zgjedhjeve të kaluara në 2005. Eldira ka një nga iniciatorët, ose ka mbështetur shumë fort edhe ka luftuar shumë fort. Ka qenë një nga iniciatorët dhe në moment që ligji erdhi në kuvend, unë isha i vetmi burr që foli pro ndryshime. Dhe kolegët e mi, qoftë PD-s, qoftë majorancës, menduan që kisha regjistruar emrin për shaka dhe nuk besuan deri në fund që do mbaja një fjalim për atë. Megjithatë është një çështje që Eldira e ka advokuar, Eldira e beson dhe ka ndikuar, por unë e besoj sidoqoftë edhe personalisht. Po, Eldira ti vetë, përpara se të njehesh me Gertin, ke pasur ndoshta ndonjë ambicie thellë, ndoshta edhe të pash publikuar ndonjëherë për të marrë vetë me politikë? Edhe ndoshta kur u njohë me Gertin ja le atij radhën? Në fakt, kur jemi njohur dhe kur jemi lidhur bashkë, asnjëri prej nesh nuk ishte në shoqëri civile dhe në politikë. Unë punoja si juriste, Gerti ishte profesor, pedagog në universitet, kështu që nuk e kemi nisur lidhjen kur kemi profesionet e sotme. Unë në fakt kam dashur gjithmonë të jem pjesë e shoqërisë civile, prandaj kam studiuar për drejtat e njeriut, prandaj domethënë unë e kam pasur pasion të kahershëm. Edhe mendoj se shoqëria civile patjetër që duhet merret me politikë. Nuk do me thënë që ti je një politikan që të merresh me politikë, të gjithë neve duhet merremi nga pak me politika. Kështu që unë merrem me politikë, nuk merrem patjetër e angazhuar në një parti, të mirë, po. Po, nuk merrem me angazhuar në një parti politika, por nuk merrem me një pozicion aktiv në politikë, por si qytetare dhe si shoqëri civile, patjetër që merrem me politikë, sepse unë drejtoj një rrjet të grave, të cilat janë gra në politikë nga partitë të ndryshme politike, 50 nga e majta, 50 nga e djatha. Kështu që patjetër që unë jam e angazhuar në politikë, por në një mënyrë ndryshe. Edhe është gjë shumë e bukur që unë kam përshtypjen që në stadin aktual ekonomik që është Shqipëria, unë besoj që do t'ishte luks i madh për një qytetar i cili mos kishte nevojë fare të merrej me politikë, nëse do t'i kishte gjithë gjërat mirë. Në këtë stad aktual që është Shqipëria, është detyrimi çdo kujt që të interesohet për politikën edhe të di mirë se çfarë ndodh në këtë vend. Kështu që nuk e kemi luksin të mos merremi me politikë, le të themi, apo jo. Kjo është koncepti bazë i qytetarisë aktive. Pra qytetaria aktive patjetër që duhet jetë atje, duhet monitoroj politikën, duhet thotë fjalën e vet atëherë kur politika nuk e dëgjon në mënyrën e duhur, duhet ngresh zërin atje ku duhet ngritur dhe duhet ta mbështesë politikën atje ku duhet mbështetur. E gjitha kjo është në fakt pjesë edhe e marrëdhënies të mirë që duhet ketë shoqëria civile me politikën, se ndonjëherë ne në Shqipëri her pas here neve shoqërisë civile na marrin shumë personalisht gjithë kritikat që bëjmë, por shoqëria civile është pjesa më e rëndësishme e zërit qytetarëve që dëgjohet në instancat caktuara vendimarrëse. Kështu që është bukur kur bashkëpunon, edhe është bukur kur edhe politika e dëgjon zërin e shoqërisë civile, por dhe shoqëria civile vjen dhe i njeh shumë mirë procedurat që duhet ndjek politika për të marrë vendime të caktuara. Kur bashkëpunojmë bashkë është gjë më e bukur, paruar asnjëherë që duhet edhe të kontrollojnë njëra tjetrën, sidomos shoqëria civile politika. Është e vërtetë kjo që tha Rudina, do që qytetarët, sidomos në këtë situatë ekonomike apo sociale që ndodhet vendi, duhet të jenë shumë kujdesshëm dhe të vëmendshëm ndaj politikës, sepse vetëm ashtu mund të bëjnë dallimin qartë çfarë është e mirë apo çfarë nuk është e mirë për ta. Por duhet bërë kujdes që mos të kalojmë në militantizëm, se në momentin që kalohet pastaj në militantizëm, humbet fokusi nga çështjet, dhe votohet ose vendoset gjithmonë në ngjyrën e partisë pa pasur parasysh situatat apo problemet konkrete. Militantizmi është ai që të bën të verbër, do të thoja, ndaj jo, dhe pastaj nuk ka vlerë angazhimi qytetar, flasim tërësisht për një fenomen tërësisht tjetër. Mirë, ne sërish u prek fillimi juaj, lidhjes suaj, unë do doja të dija si ka ndodhur ai momenti i parë, kush i ka propozuar tjetrit. Do doja nga Gerti këtë. Se që kam një përshtypje që në përgjithësi janë ndjem që ndërmarrin hapin e parë, apo do juve ka ndodhur ndryshe? Këtë rast kam përshtypjen ka ndodhur ndryshe, nuk ka qenë as Eldira as unë. Ka qenë ajo që italianët i thonë colpo di fulmine, dhe realisht colpo di fulmine. Pra, dashuri me shikim të parë? Është goditje rrufeje. Po, në Shqip ne përkthejmë në këtë formë, le të themi. Tekstualisht goditje rrufeje. Ne kemi qenë në një aktivitet me rrjetin studentëve shqiptar në botë atëherë në Jalë, ka qenë bas konventës studentore që zhvilluam një nga aktivitetet kryesore të asaj kohe, dhe si që ishim gjithë grupë shoqërie në plazh, fillon një shi dhe një stuhi shumë e madhe. Dhe vendosim që t'ikim
nga plazhi për brenda ku ka qenë në kampingu, sepse normalisht në moment që je në sipërfaqe të sheshtë, çdo gjë është më e lartë se çdo gjë tjetër. Dhe unë si i zgjuar, thash mos lagim nga shiu dhe marrim një çadër për të mbrojtur nga shiu. Dhe ishim të dy të kapur ke çadra dhe një rufej që bie pak më tutje, se po t'na kishte rënë direkt ke çadra, kishte qenë fatale, kam shqyrë larqof. Po bie pak më tutje, por komplet shkarkesa elektrike thithet nga çadra. Nga shkun të dyve, hedhim çadrën dhe vazhdojmë për të strehuar dhe pastaj... Që nga histori shumë e veçantë. Që është një pjesë, një ndodhi natyrore që ka ndikuar që shoqëria jonë paset kthehej në diçka tjetër shumë të madhe. Ne e themi me shaka, po që ka ndodhur vërtet edhe çuditërisht... Që nga vërtet goditje rufeje, do të thonë fjalë për fjalë është shqipruar siç ishte edhe shpreha në italisht. Më pas u martuat, pas i kaluan 6 vite, nga momenti i njohjes afërsisht, u martuat edhe unë di që e keni bërë dasmë, ka nisur dasma në Tiranë dhe për vazhduar më pas në jug të Shqipërisë. E keni bërë në Sarandë, nëse nuk gaboj. Në Porto Palermo, tek Kalaja e Lipashës. Sepse ishte vendi më afër Jalës. Ku kishte nisur, aty ku ishte rufeja, aty ku nisi gjithçka. Kështu që ne kishim me merak që të kishim diçka afër detit. Po shohim ndërkohë fotot e dasmës suaj? Kishim diçka në atë zonë, edhe për të një farë mënyrë edhe për të ndikuar në qikë të miqtanë huaj që kishin shumë që kishin ardhur edhe për t'i treguar atyre trashëgiminë kulturore, për dhe si një nga vëndet më të bukura. Kalaja e Lipashës ishte vëndi më i bukur, ku bëm fakt ceremonia intime e celebrimit martesës, dhe ku kriju ajo atmosfere që ne na kujtoi edhe ditën e parë të lidhjes tonë. Kështu që pikërisht prandaj u zgjodh jugu. Ishte, do të thënë, Kalaja e Lipashës duke pas parasysh edhe si është vendosur, besoj që nuk ka qenë shumë e lehtë për të realizuar një dasmë aty, apo jo? Shumë e vështirë dhe këtë pjesë mund... Se tani është pak më thjeshtë se ka dalë gjithë kompani eventësh edhe tani duket sikur t'i bëhet të gjitha gati, po juve në atë kohë ta realizonit në një kalada aq larg Tiranës? Fatmirësisht miq shumë të mirë, të cilët ta themi popullor që u bën cop për të ndihmuar, sepse me pjesën e realizimit do të thoya që u morën miq tanë, Lira ishte ideatore, kështu ne na bindet të ekzekutonim idet. Por ishte shumë e vështirë realisht, po falë të gjithë miqve që u angazhuan dhe secili bëri nga një gjë të vogël ose secili vuri pjesën e vet të puzzle-it, kam përshtypjen arriti shumë bukur. Ishte ceremonia me miq më të ngushtë dhe me miq e huaj, ceremonia e ndarjes e shkëmbimit të unaza le të themi dhe dhënies së premtimeve. Ceremonia e ndarjes së çmimeve. Sigur të vazhdonte ajo fjali, një çmim për jetën, një çmim për dashurinë që pa diskutim ju e meritoni, është një dashuri shumë e bukur edhe një lidhje shumë e bukur, cilën juve e reflektoni vazhdimisht. Edvira, unë di që ti ke pas veshur edhe fustanin e nusërisë së mamas tënde në dasëm. Gjatë në ustimin drejt dasmës, është interesante se mamat tona kanë pasur ca gjëra shumë të bukura që nuk ju mbet asnjëherë vlera. Edhe unë doja patjetër që e kisha që vogël të vendosur që unë do të vishe atë fustanin dhe ishte një fustan i shkurtër, i jashtëzakonshëm për kohën, por edhe... Nuk kemi një foto, nuk kemi një foto të këtij fustanin, do doja shumë që ta shihnim. Edhe unë kam shumë pak foto të atij fustanit, sepse e veshëm gjatë kohës që po ustonim për në jug, kur unë isha veshur nuse, po isha me atë fustan. Dhe ishte një ndjesi e jashtëzakonshme për mua, sepse e doja shumë atë fustan që kur isha e vogël. Edhe një mënyrë për të krijuar vazhdimsinë. Në atë kohë martuar mama tonë në fustanet e gjata kanë qenë shfaqje huaj, një pjesë e mirë e tyre nuk ja lejuar të martohen me fustanet e gjata. Ishte interesante, po. Një çik toleruar. Por në ato vite edhe mami me kishte stiluar vetë, kështu që ishte një ide edhe vetja. E duam shumë atë fustan si familje, motra ime nuk arriti ta vishte, kështu që unë e mora ekskluzivitetin, e lumtur. E ruan ende fustanin? E ruaj dhe është i jashtëzakonshëm dhe ishte shumë interesante, nuk mundesh t'i bëja absolutisht asnjë rregullim, ishte i bërë totalisht si për trupin tim. Kështu që me sa duket në atë moshë edhe mami ka patur po të njëjtin fizik. Edhe ishte diçka e bukur që unë e bëra, e doja shumë dhe u gëzova që arrita ta realizoja. Fantastike. Ndërkohë në jetën tuaj më njëherë më pas dasmës, martesës suaj, bashkëtesës, erdhi edhe Ajra në jetë, apo jo? Që me siguri ju ka mbushur jetët, ju ka bërë të jashtëzakonshme me siguri edhe eksperiencën e... Është shumë interesante kur dëgjon nga miq apo dhe kushërinjt pra një përmbesa, domethënë se sa e bukur është të kesh fëmijë dhe çfarë ndryshimi sjell në jetë, është totalisht ndryshe ta përjetosh. Domethënë është
një gjë që të ndryshon komplet jetën, konceptin, Mami është përjetën. duke e angazhuar njësoj aerën si vete, sepse pa me një tabel mu duk mua dhe nuk arrita ta lexoja deri në fund, po kam përshtypjen që ishte me siguri bashkuar në një nga ato kauzat e tua. Po, ajo kundërdunës ndaj fëmijëve, kjo është për të drejtat e fëmijëve, për një qeshore. Shumë bukur. Edhe një tjetër kundërdunës ndaj gruas, ajo kërkon vetë. Angazhon, edhe aera që tani qytetare angazhuar. Po Gerti ka dëshirë të veçantë që ta bëj vetë, domethënë nuk është se marrim. Kujt i ngjan aera? Nga fotot, ose paktën nga ato që thonë miq, deri tani 7 janë ato që thonë që ngjan e lirës. Kurse 1 milion janë ata që ngjan Gertit. Kështu që i ngjan babait. Po për nga karakteri, për nga natyra? Kam përshtypjen shumë nga të dy. Nuk arrin ta ndash dot. Po thoya që protesta e parë që ka marrë pjesë ka qenë akoma në karrocë, pra nuk kuptonte ku ishte, kam përshtypjen, por ka qenë një nga 17 protestuesit e para për armët kimike. Të bashku me Lirën. Por jo, është gjë shumë e bukur, të ndryshon totalisht jetën, të bën të mendosh 2 herë për gjërat që thua dhe bën. Dhe kam përshtypjen politikë është shumë e rëndësishme dhe shumë shpeshherë pyes vetën ose diskutojmë edhe me miq, po shumë njerëz që janë në vendimarrje, se kanë mundësi të marrin vendime, nuk mendojnë asnjëherë se si këto vendime ndikojnë jetën e fëmijëve të tyre apo nipërve të tyre dhe pastaj ta marrin vendimin, kështu që të bën shumë të përgjegjshëm. Do thoya dhe është për mua një formë magneti, pra çdo minutë që është i lirë ose çdo kohë që është i lirë mundohem që të kthehem në shtëpi dhe të rish me të. E ke takuar se aera sot duhet kishe kohë, besoj. Sa ke qëndruar jashtë? Një ditë e gjysmë, 2 ditë. Shpejt. Nuk të ka marrë malli shumë për aerën, apo jo? Jo të merr malli çdo moment që... Të merr në çdo moment? Absolutisht. Po mirë, hajde atëherë. Le ta heqim edhe ta çmallim Gertin babain, e cili është i përmalluar sepse ka 2 ditë pa e parë vajzën e tij, apo jo? Si mendoni? Ë? Ta sjellim aerën këtu? Aera! Shkoj dhe mami! Aera zemër! Aera zemër! Gert, menduam që të ka marrë mallin, kështu që vendosëm ta sjellim aerën këtu. Dhe nuk mungon të aera sot në këtë ekspoz panoram, le të themi që po shohim ne të dashurisë suaj sot edhe të çiftit tuaj. Po din kjo është super surprizë, duke pas parasysh kam përshtypjen që ke fotot fillova ta mendoja, në fotot hera e parë që fotot i shfaqen publik fototarës, ne nuk kemi vendosur asnjë foto as në Facebook. Madje kështu që është... Si mendon për këtë vendim të Edlirës, që ne aerën sot aftonim në studio? Do flasim pak më mbrapa. Do sqarojmë diçka. Mirë, aera zemër bukuroshe? Po më bie mikrofonin, kështu që më mirë po e marr këtu. Si je zemër, më pak dorën. Më pak dorën, sa bukuroshe që qen ke, sa sy të bukur, sa vetulla të bukura. Tani mund të thuash kujt e ngjan për shkak. Jo, pas ke pasur të drejtë, po unë besoj që ka marrë nga të dy. Ndoshta ti pare ti ka nga babai, ë? Po edhe nga forma e fytyrës ndoshta, nga Edlira? Një cik. Aera zemër. Aera, faleminderit që erdhe këtu në studio. E kemi një mikrofon për aerën, ne? Një mikrofon, të lutem. Shpejt një mikrofon. Jersita, na e sjell Jersita një mikrofon? Gerti. Po. Faleminderit, Jersit. Edlira, do ja mbash ti aerës, do doja që ta flet aera, ke filluar të flasësh zemër, do na thuash diçka? Jemi pak të turpse, por... Aera, zemër, do vish pak këtu te unë, apo kemi turp? Jo, për moment. Po mirë, po për babin të ka marrë malli, se ke 2 ditë pa e parë. Si quan babin? Aera më ka vënë emrat veçantë mua. Si thret aera babit? Po ndonjëherë jam Miki, nga Mickey Mouse, nga Aera është Minnie Mouse. Po. Zemër e vogël. Shumë bukuroshe, shumë bukuroshe. Era me Gertin ka një marrëdhënie shumë të bukur. Që unë dëshiroja që çdo baba ta kishte me vajzën. Përveç se marrëdhënia me mamën që patjetër është ka një marrëdhënie të zakonshme. Shumë e mirë Aera. Vajzë mbar. Edhe bravo i qoftë që përballoj këtë moment kaq mirë Aera, se të vish të dalësh në ekran, të shikojnë gjithë ato njerëz nuk është e lehtë. Po ty bravo të qoftë, të lumt. Do thuash diçka më? Të lumt, vajzë zonja. Në vëllat e para ka gjithmonë të tjera, pastaj mbas minutave të para. Aera, besoj që ndoshta s'është faza tani që kalon dhe më tepër shumë kohë me Edlirën, ma merr mendja.
gjatë ditës, apo jo? Jo, siç e thash pak më parë, Lira është shumë e zënë, kështu që kam përshtypjen koha është pothuajse e barabartë. Kur jam në udhëtim normalisht që kalon pjesën më të madhe të kohës të Lirës, po mundohemi që çdo kohë, çdo moment që ta kemi të lirë të kalojmë me të. Dhe kam përshtypjen që është e vështirë. Unë mbaj mend një herë ka qenë, besoj në TV Klan, nuk jam i sigurt televizion, por kam përshtypjen TV Klan. Ka qenë një emision i vitit 3, po para shumë vite, 5 vitesh do të ketë qenë. Dhe kishin marrë fëmijë politikanësh, artistësh të ndryshëm dhe po i pyesin çfarë do t'ju sjellë Babagjyshi vitit 3 për vitin e ri. Dhe më shumë se gjysma, më shumë se 80% e tyre, gjithë thanë më shumë babi në shtëpi. Dhe unë që atyre kam vadhë në vesh, kështu që mundohem që të çdo moment, plus që koha ikën dhe vitet të fluturojnë dhe pastaj thua hiku dhe e humba. Po mirë, po në shtëpi e Lira si keni të ndara me Gerci në këto, kujdesin ndaj, domethënë çfarë bën, çfarë është karakteristike veçantë që e bën Gerci dhe çfarë për shembull diçka që merresh ekskluzivisht ti me Ajrën? Nuk kemi tek shtëpia joneve nuk kemi ekskluzivitete, domethënë ne kemi të dy, patjetër që kur ishte pak më vogël kishte nevojë për më tepër për kujdesin tim. Por gjithmonë Gerti që kur ka qenë bebe, e ka mbajtur njësoj atëherë kur është, se është gjithmonë edhe i angazhuar, por nuk kemi të ndara përgjegjësitë dhe rolet në familje siç janë tradicionalisht, mundohemi që të dy të dedikojmë kohën e dur. Po Ajra, ku të duash zemër? Ku të duash Ulo? Sa të bukur e pas këtë fustani. Dhe jemi ja se po ndihet mirë tani, po ndihet mirë. Ajra vetëm fustani nuk ta pam mirë kështu në këmbë. E pas kemi shumë gura. Do afrohesh pak ta shikoj apo kemi turp akoma? Albina ka një gocë të vogël, është pak më e vogël se ty, por shumë e vogël. Po, shumë e vogël se ty. Po e pas ke shumë të bukur fustanin me gure, pas ke me gure edhe aty poshtë, apo jo? Jo vetëm këtu tek pjesa e jakës. Ajra? Sa vjeç je ti, mame? Sa vjeç je? Sa vjeç je? Mbush për 4. Mbush për 4 tani! Sa e madhe që këtë! Bravo! Bravo, Ajra, bravo! Të lumë, shko në kopësht? T'ja mbaj mikrofonin, Lira? Shko në kopësht, Ajra? Jo, akoma jo. Do shkoj këtë vit. Shumë shpejt. Do shkojmë këtë vit. Po, shoqe keme, siguri, pavarësisht se nuk shko në kopësht, të? Si ka emrin shoqja jote e ngushtë? Ky komunikimi që për çdo gjë duhet marrë konfirmimin e mamit, merr siguri nga prindrit dhe më pas ndjehet e lirë për t'i thënë gjërat. Me sa mbaj mendun ne kemi pasur herë tjetër të ftuar Lira me tortat që i pas bërë Ajrës për vitin e parë të ditëlindjes. Ti ja gatuaj e vetë, edhe ke bërë torta të mrekullueshme, se të kujtohet që deri në 24, po, më kujtohet edhe i kujtohet gjithë njerëzve që më takojnë. Bukur, po, ja të kemi disa prej tortave të mrekullueshme, të përgatitura nga Lira vetë për Ajrën. Sa bukur. Deri në 24 muaj. Pastaj vendosëm që unë dhe Ajra do t'i bënim bashk, kështu që tani neve bëjmë torta dhe kek shumë të mirë bashk me Ajrën, edhe Ajra e ndihmon mamin edhe i bën vetë. Kështu që tani ka ardhur pjesa që ne i bëjmë bashkë me njëra tjetrën, na pëlqen të kalojmë edhe këtë pjesën e kohës cilësore duke bërë gjëra nga më të ndryshme. Është shumë e rëndësishme që me fëmijët të bëjnë gjithë gjërat që bëhen në familje, fëmijët të jetë pjesë e tyre. Dhe unë me këtë parim jam munduar që të angazhojnë në çdo gjë që edhe unë jam angazhuar dhe brenda edhe jashtë shtëpisë, por ashtu edhe Gerti. Ajra po shikoj veten e vetë, do shikoni se po shikoj veten time. Ajra, je ti këtu? Kishte Ajra e vogël sapo kishte filluar të ecte këtu. Zemra e vogël. E këtu në kjo të shkurtra këtu. Këtu nuk i zgjidhte ende rrobat që vishte, po tani Ajra i zgjedh vetë të gjitha rrobat që vesh. Kombinohet vetë, vishet vetë, po, edhe nuk dëgjon më pse çari thot mamin me babin, po vishet vetë. Edhe flokët i ka shumë të gjata. Shumë të bukur i pas ka flokët. Shumë të bukur i pas ka me onde. Nga flokët i kanë gjarë mamit, për shumë. Ka flokët e bukura si të mamit. Ajra? Edhe ka shumë të gjata. Gerti, ju edhe udhtoni me punër, apo edhe bashkë besoj unë. Kaloni udhtoni shpesh edhe me Ajrën tani që ajo është rritur edhe besoj që të udhtuarit edhe asaj bën shumë mirë. Shikon, mëson, kultivohet. Kjo është gjë shumë e rëndësishme. Ne vetë në familje jemi rritur me udhtime
me Gertin pjesë shumë e rëndësishme e lidhjes tonë janë ushqime. Ku jeni në këtë foto? Këtu është në Lëpush. Në Lëpush. Afër Vermoshit. 20 minuta nga Vermoshi. 20 minuta nga Vermoshi është një vend i jashtëzakonshëm. Shpesh herë neve as vetë nuk e njohim mjaftueshëm mrekullitë që na ka falur Zoti në Shqipëri. Dhe ky është një vend i jashtëzakonshëm me mikpritje të jashtëzakonshme, jemi tek shtëpia e njërit prej miqve tanë që krijuam atje, është një bujtinë, e cila na mikpritin në mënyrë të jashtëzakonshme dhe ka bukurit të pafundme, cilat neve kemi kënaqësinë që her pas here sa herë kemi kohë, shohim dhe t'i vizitojmë së bashku me familjen. Edhe me ajrën dhe sigurime, merrni me vete gjitha ndej kur u thoni në për Shqipëri një herë, sepse për ta njohur vendin akoma. Patjetër që mundohemi të mos e ndajmë, sepse është pjesë e kohës që kalojmë, biles është interesante se unë që kur ishte bebe, unë udhtoj shumë në për Shqipëri edhe për shkak të punës time, punoj me gratë në rrethet ndryshme, dhe qeshnin sepse unë e merra me vete edhe kur kishim konferenca, edhe kur kishim trajnime, takime, ajra që bebe ka qenë gjithmonë me vete me mua, mundohem që sa herë të kemi mundësi, edhe në udhëtimet jashtë që i kemi për punë, kur koordinohemi me njëri tjetrin që është njëri në një vend dhe tjetri, mundohemi që ta marrim dhe ajrën me veten, në mënyrë që të kalojmë sa më shumë kohë edhe të jetë pse jo pjesë e çdo angazhimi që ne bëjmë, sepse thash, për mua është e rëndësishme që ajo të jetë pjesë edhe e jetëve tona jashtë shtëpie dhe jo vetëm brenda pjesës tonë të ngushtë si familje. Mirë, Ajra sot ka bërë, le të themi, dalin e saj të parë publike, Gerti, apo jo? Edhe tund kokën e ndodhi, por që do ndodhte një ditë, sepse ajo duke u rritur edhe do shkojë në Kopësht me shoqjet e vetave, siguri do dalin, diku do t'i ftojnë në një program televiziv, të gjithë fëmijët e tjerë, apo jo? Sa do të mundohesh ta ruash, ka ardhur një kohë sot që jo gjithmonë mund ta respektosh diçka të tillë, sepse është vetë koha e tillë. Tashmë jeta jonë ekziston në mediat sociale, secili paka shumë aty shfaqet. Unë nuk jam që ndoshta të teprohet me nxjerrjen e fëmijëve, por diçka zyrtare, një gjë formale, një festë apo një fotografi e familjes nuk do ishte keq. Në momentin kur vajza rritet pak, se ndoshta kur është e vogël edhe mund të mos tolerohet. Absolutisht. Ajo është tipi që i ka edhe qef fotografitë dhe kamerat, ndryshe nga... Dhe në një ambient si ky këtu dhe në një emision si ky i yti, absolutisht që e vlen. Unë të falenderoj se duaj që të shkri kjo, të qetësohesh se... Jo, absolutisht. Sepse, Ajra, unë mendoj që është rritur mjaftueshëm tani për të bërë një dalje publike, apo jo? Po, dhe ka shumë qef edhe teta Rudinën e ka veçanërisht qef edhe e ndjek gjithmonë. Po, të falenderoj një dashur, unë jam shumë e lumtur edhe shumë e kënaqur që ti erdhe sot këtu te unë. Një vajzë kaq bukuroshe që na e zbukuroi studion, na e shkëlqeu, na e ndriçoi si një yll i bukur që na erdhi sot në studio. Unë do mirëpres kur të doj Ajra herë tjetër. Ndërkohë unë ju falenderoj shumë për bisedën. Ishte shumë e këndshme fakti që u pata këtu edhe për këtë bisedë kaq të lirshme dhe kaq natyrshme. Edhe falenderit mbi të gjitha që na sollit edhe Ajrën edhe që e prezantuam për publikun sot për herë të parë. Faleminderit juve për vlerat që përcillni edhe faleminderit për ftesën. Edhe Ajra me sigurt që do ketë një kujtim shumë të bukur me teta Rudinën. Kjo është e sigurt dhe unë uroj që Ajra të rritet e mençur ashtu siç duket, të bëhet një vajzë zonja, siç edhe e tregoi veten sot këtu që e përballoi shumë bukur gjithë të dalje televizive. Edhe një herë bravo të fortë për Ajlën. Ju falenderoj shumë. Ju uroj të dyve shumë suksese në fushat tuaja secilit edhe për çështjet tuaja një gjithmonë të mirëpritur në studio. Ju falenderoj, suksese. Ajra, faleminderit zemër. Faleminderit. Ne përshëndetemi me miqtan, por ndërkohë edhe bashkë do të dalemi për pak minuta, do të kemi publicitet, do të kthehemi shumë shpejt. Faleminderit.